Ju nga tjeta uroj t'jeni mirë dashur miq, është normale që një president si Donald Trump të kërcënoj shpërbërjen e NATO-s vetëm për një copë akulli siç është Grenlanda, apo është kjo vetëm historia që është duke na ushitur? Është kjo krizë financiare me Europën apo një alibi për t'u tërhequr nga një detyrim shumë më i madh? Pse çdo herë që rritet tensioni në lindjen e mesme, rritet edhe fitimi i kompanive të armëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është Lockheed Martin, rastësi apo model i përsëritur? Është e vërtetë që politikanët nuk përfitojnë nga informacioni i brendshëm i Pentagonit apo i sektorit luftës, apo historia amerikane na ka treguar krejtësisht të kundërtën e kësaj? Nëse shpërthen një luftë mes Izraelit dhe Turqisë, ku do të qëndrojë Amerika? Për këtë do të flasim sot, sepse këtu fshihet edhe sekreti i madh prej mundësisë së ndarjes dhe shpërbërjes së NATO-s. Me këtë do të qëndrojë Amerika nëse përplaset Izraeli me Turqinë, me aleancën e Atlantikut Veriut NATO apo me interesin amerikan, që është Izraeli. Çfarë do të ndodhë me nenin 5 të NATO-s, kur përplasja është mes dy palëve, që Amerika mundet t'i ketë kundër njëra tjetrës, Turqinë, forcën e dytë ushtarake të NATO-s dhe Izraelin, aleatin e saj më të madh strategjik. A është ky një moment ku ligji dhe neni 5 i NATO-s bëhet pengesë për Amerikën që të qëndrojë në krahun ku ajo ka dëshirë që të qëndrojë? Dhe pyetja më e rëndësishme është: apo shohim vërtet në një krizë të vërtet në NATO, apo po shohim pastrimin e skenës dhe të skemës përpara një lufte të madhe e cila është duke ardhur, por që po fshihet pas tymit të madh? Mos u nxitoni të përgjigjeni, sepse në momentin që do të filloni të bëni këto pyetje, fillon të na shfaqet dhe një e vërtet e frikshme, të cilën do t'ju shpjegoj tani. Sot, më datë prill të vitit 2026, nuk do të flasim për lajmet. Ju lajmet i shihni kudo tjetër. Do të dekodojmë çfarë fshihet prapa tymit. Sot do të flasim për atë që fshihet pas ngjarjeve dhe pas zhvillimeve. Sepse sot maskat kanë rënë. Mos u mashtroni nga ajo që shihni në ekranet e botës, sepse nuk është thjesht një krizë me NATO, nuk është as një debat për para, as për kontribute në aleancë, as për një copë akulli të madhe, sa do e pasur që tjetë atje në Arktik. Është diçka shumë më e madhe dhe shumë më e paqartë ajo që po vjen. Sepse kur një president si Donald Trump del dhe kërcënon të çmontoj aleancën më të madhe ushtarake që ka njohur historia, kjo nuk është një zemërat momentane. Është një plan i madh. Dhe kur në të njëjtën kohë dalin lajme për miliona që lëvizin, miliona para flasin, dollar dhe euro, që lëvizin në tregje sa herë që rriten tensionet, atëherë nuk jemi më në politikë, miq. Jemi në një lojë ku nafta nuk është vetëm luftë. Ta shohim pak shpejt e shpejt përpara se të vim tek skema e madhe që fshihet pas shpërbërjes së NATO-s. Në qoftë se kjo ndodh, të shohim pak biznesin shpejt e shpejt dhe pastaj hym drejte në të thellë. Le ta themi troç të dashur miq, historia që po shitet sot është kjo. Trumpi është i pakënaqur me Europën, Europa nuk paguan buxhet, nuk paguan për mbrojtjen dhe Amerika po mendon të largohet nga NATO. Paktën kjo është ajo që po marketohet, por kjo është vetëm fasada, sepse në politikën e madhe nuk ka vendime emocionale, ka vetëm interesa. Dhe këtu fillon pjesa që ju nuk ju tregojnë sa herë tensionohet situata në lindjen e mesme, rritet nafta, lëvizin bursat dhe kompani gjigante si Lockheed Martin dhe Raytheon Technologies shohin fitime maramëndse. Kjo është e provuar. Kjo është aritmetik, nuk është rastësi. Kur vendimet politike ndikojnë direkt këto tregje, lind një pyetje e madhe. Kush e di paraprakisht si do të lëvizin tregjet? Sepse historia amerikane ka treguar diçka shumë qartë. Politikanët nuk janë gjithmonë jashtë tregut. Ata janë gjithmonë brenda tregut. Ligje si Stock Act u krijuan pikërisht sepse kishte dyshime për përdorimin e informacionit të brendshëm për biznes. Pra modeli ekziston dhe tani vendoseni këtë model mbi krizën aktuale. Një krizë që rrit tensionin global, një krizë që lëviz miliarda dollar, një krizë që lëviz gjithë botën dhe papritur,
tabloja ndryshon. Tani vjen pyetja që rrallë kush, ose pak kush e bën. Po si kur tërheqja nga NATO të mos ketë fare lidhje me Europën. Po si kur kjo tjetë një lëvizje për të çliruar nga një detyrim i madh. Sepse ekziston një neni 5 i NATO-s, ai që thotë se një sulm ndaj një vendi aleat të NATO-s është sulm ndaj të gjithë anëtarësisë së NATO-s. Dhe kjo është pika ku loja bëhet shumë e rrezikshme, dëgjoni me kujdes. Sepse nëse shpërthen një përplasje në lindjen e mesme, mes Izraelit dhe një fuqie të tjetër rajonale siç është Turqia, atëherë Amerika çfarë do të veprojë është brenda NATO-s. Amerika duhet të zgjedhë mes Izraelit dhe Turqisë. Dhe kjo është gjëja që Washingtoni nuk e do. Këtu duhet të shohim çfarë po ndodh realisht. Ky nuk është një debat për para, miq. Nuk është një krizë spontane, të jeni të sigurt për këtë. Është një riorganizim i ftohtë strategjik i fuqisë së NATO-s. Dalja nga NATO nuk është dobësim i NATO-s, për çlirim prej NATO-s. Çlirim nga detyrimet ligjore që Washingtoni ka kundrejt NATO-s. Çlirim nga aleancat që i lidhin duart Washingtonit, çlirim për të vepruar lirshëm kur të fillojë përplasja e madhe mes Turqisë dhe Izraelit. Sepse në momentin që do të nis krisma e madhe, krisma e parë, Amerika nuk do të jetë më e detyruar të mbrojë aleatët e saj, nëse del nga NATO-ja, por do të jetë e lirë të mbrojë vetëm një, interesin e saj të madh. Dhe kush është interesi i madh i Amerikës? Ju e dini, është Izraeli. Hajde shkojmë dhe të hymë pak më thellë kush e mban frymën gjatë, kush nuk e mban dot frymën gjatë, le të bëj gati bombulat e oksigjenit, sepse duhet të intubohemi, miq të dashur, kur mushkëria nuk i plotson nevojat e trurit për oksigjen. Më në fund maskat po bien dhe loja po bëhet më e qartë dita ditës. Maskat bien njëra pas tjetrës dhe letrat e Bixhozit apo gurët e dominos që mbahen zakonisht të fshehura, apo sapo kanë dalë mbi tryezë, nuk ka më llogari apo karta të mbyllura. Letrat janë hapur dhe të gjithë duhet të bëjnë lëvizjen e radhës në mesin e tymit të madh që ka shkaktuar lajmi për largimin e Trumpit nga NATO. Atë lajm të cilin unë ja thash dje, jo nga koka ime, por duke ju referuar biondinës së shtëpisë së bardhë, Caroline Levitt, zëdhënësja e presidentit Donald Trump dhe zëdhënësja e shtëpisë së bardhë. Harrojni për një moment cicërimat e Twitterit apo të rrjetit X. Harrojni gafat e qëllimshme, nuk ka gafat qëllimshme. Harrojni presidentin që nuk mbush. Harrojeni presidentin që nuk di çfarë thot. Harrojeni presidentin idiot, siç thon mediat e majta të botës, apo siç thon ata të cilët u duket Trumpi me sjelljet e tij si i tillë. Nuk kemi të bëjmë me asnjërin nga këto. Më vjen keq që po ju a thyej zemrën të gjithë atyre të cilët mendojnë të kundërtën. Asgjë nga këto nuk ka të bëjë me thelbin e krizës, sepse presidenti është duke e marrë dhe duke e praktikuar mirë rolin e tij. Presidenti nuk është i pazakont. Ai është një president i cili e di shumë mirë çfarë po flet, e di mirë çfarë roli ka marrë dhe e di mirë se ku do të dalë loja. Edhe një herë më vjen keq, ju që do të zhgënjeheni sepse kishit pritshmëri të tjera. Nuk ka president budallej në majtë të botës. Harrojeni këtë. Kush e mendon është një miop i cili nuk di të lexojë politikën ndërkombëtare. Askush mos ta çojë në përmend se paparashikueshmëria e Donald Trumpit është një strategji e përjetshme. Vijnë her pas here erat e fuqishme, frynë fort dhe mjegulla me gjithë tymin largohen sepse nuk i bëjnë më dot ball atyre erave. Ajo që sapo u zbulua nuk është thjesht një lëvizje politike e Trump, është kodi i një lufte që po vjen. Është kodi i një lufte të paralajmëruar. Është sinjali që zhurmën e tij me zhurmën e tij tenton të aktivizojë impulse të reja tek njeriu i shekullit të luftës, por që mbahet në modulin silencios.
Sekreti i madh pas kërcënimit të Donald Trump për t'u larguar nga NATO nuk ka lidhje me parat, as me Groenlandën, nuk ka lidhje me buxhetet e mbrojtjes, nuk ka lidhje me mospranimin e Danimarkës për të shitur Groenlandës Amerikës, nuk ka lidhje as me përplasjen me Macronin, as me përplasjen me Gjermaninë, as me përplasjen me Londrën, as me mospërgjigjen e vendeve aleate të NATO-s për hapjen e ngushticës së Hurmuzit, ashtu si shta Trumpi, ju na lat vetëm në këtë betejë të madhe dhe ne tashmë do të tërhiqemi nga NATO. Këto janë ato që njoftohen. Prapa perdes është diçka më e madhe. Kjo është ajo që shikojnë lexuesit e lajmeve dhe për spektatorët e filmit të madh. Sekreti i tërheqjes së Bjondit të Washingtonit nga NATO-ja ka lidhje me një plan të madh që do të rëndis themelet e botës, por edhe të lindjes së mesme. Gjithmonë, historia moderne na rikthen në lindjen e mesme, sepse atje është Izraeli, aleati më i madh dhe instrumenti më i madh gjeopolitik i Amerikës dhe i Perëndimit për të kontrolluar naftë dhe gaz mbajtësen më të madhe të planetit për rrjedhoj dhe të energjisë së tij, lindja e mesme. Energji pa të cilën nuk mundet të përfundohet beteja për jetë a vdekje me dragojin e madh komunist i cili rritet në heshtje dhe sfidon pa bujë andej matan nga hemisfera lindore e planetit. Dhe në qendër të kësaj shënjestre është Ankaraja, po është Turqia, siç e dëgjuat. Pas Iranit, ju a kemi thënë, e ka radhën Turqia dhe ka kohë që ju kemi përgatitur për detajet dhe për skenat, po të ktheheni tek emisionet e mia të mëparshme e dalloni lehtësisht këtë. Skena duket absurde. Presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë kërkon të shpërbëjë aleancën më të madhe të historisë ushtarake të planetit për shkak të një cope akulli në Arktik. Unë qesha, bota qeshi dhe ju do të qeshni e dini. Shumë edhe nga ekranet tentuan të vënë në lojë dhe të tallen. Por në politikën e thellë, zemrimi nuk është kur kalimtar. Është një operacion. Dhe sot po dëshifrojmë kodin, arsyen për të cilën gjendemi. Unë ju a kam thënë, ne nuk lexojmë lajme, ne shkojmë thellë atje ku nuk duan t'ju lejojnë tjerët të shkoni. Në vitin 2019, presidenti Donald Trump kërkoi të blinte Groenlandën. Danimarka refuzoi me tallje. Sot ai e përdor këtë si një pretekst. NATO nuk ishte aty kur na duhej ne. Por prit pak. Mos e gëlltisni të gjithën me njëherë. Merreni pak nga pak. Kjo është ajo që zyrat e inteligjencës në botë e quajnë bombë tymuese. Një histori humoristike për të mbuluar lëvizje vdekje prurse dhe strategjike në teren. Kush vdiq? Deri tani të gjithë janë gjallë, fatmirësisht, shëndosh e mirë, përveç popujve të thjesht dhe viktimave nga civilët. Kokat e mëdha janë të gjithë mirë. Gjallë, shëndosh e mirë, si kokra e modhës, por ajo që po vjen është diçka shumë e madhe. Po ç'është kjo e madhe? Pse dëshiron Amerika të dalë pikërisht tani nga NATO-ja? Ne dekodojmë her pas here, por këtë radhë nuk po ja jep përgjigjen Kreshnik Osmani. Përgjigjen e dha njeriu më i besuar i rrymës America First, apo i rrymës Make America Great Again. Kush është ai Kreshnik? Quhet Joe Kent dhe fjalët e tij, deklaratat e Joe Kent, këtij pasuesit të Trump dhe njëri nga frymëzuesit e America First dhe Make America Great Again, thot me deklaratat e tij, të cilat janë një dënim me vdekje për diplomacinë botërore, thot diçka shumë të rëndësishme, tek e cila jo vetëm amerikanët, por edhe pjesa tjetër e botës duhet të ndalet. Çfarë thot Joe Kent? Ne thot do të largohemi nga NATO që të qëndrojmë pranë aleatit tonë më të madh. Kur fuqitë rajonale të NATO-s
të përplasin me ta. Ata i dëshifrojnë vetë kodet her pas here. Nuk e bën vetëm Kreshniku këtë. Ky i fundit, miku juaj, her i dekodon vetë dhe her i gjen të gatshme. Dhe ju asil ju, si që asolla sot, dekodimin që e bëri vetë Joe Kent për tërheqjen e Trumpit dhe të Amerikës nga NATO. Joe Kent e dekodoi Trumpin dhe nga America First, e tha i pari, e tha të qartë, e tha me zë të lartë. Plani i tërheqjes nga NATO-ja është një lloj si dardha. Ai e ka bishtin mbrapa. Kur të përplasen aleatët tanë të NATO-s në atë zonë të botës dhe aleatët tanë strategjik, nga do t'ja mbajmë dhe ku do të pozicionohemi. Ne ju kemi thënë që pas Iranit radhën e ka Turqia. A e kuptoni çfarë do të thotë? Apo nuk e kuptoni? Neni 5 i NATO-s është pranga që rëndon mbi duart e Amerikës dhe të Donald Trumpit. Ai po thotë një sulm ndaj një antari të NATO-s, thotë neni i 5 i NATO-s, është sulm ndaj të gjithëve. Kush është fuqia e dytë më e madhe e NATO-s pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ju e dini të gjithë. Fuqia e dytë është Turqia. Kush është aleati më i shenjtë i Washingtonit në lindjen e mesme? Ju e dini këtë. Është Izraeli pasin dyshim. Nëse këto dy fuqi përplasen, Amerika është e detyruar ligjërisht të mbrojë Turqinë, në qoftë se është brenda NATO-s, edhe kundër interesave të veta, edhe kundër Izraelit. Çfarë do të bëjmë? Si e zgjidh bjondi i Washingtonit këtë? Shkatërroje aleancën, dil nga NATO-ja, grise traktatin, hiqja prangat vetes që të rëndojnë në duar, që të ndërhysh lirisht në lindjen e mesme. Ky nuk është izolim. Ky është një riorganizim strategjik për luftë që po bën Donald Trump. Të gjithë ata që vrapojnë pas marrëveshjeve të paqes apo të armëpushimit, duhet i bëjnë llogaritë thellë. Ne ju a kemi shpjeguar gjithmonë. Paqja apo armëpushimi është i përkohshëm për të marrë frym dhe për të bërë gati sulmin e madh. Kur do të ndodhë kjo përplasje, do të pyesni pjesa më e madhe e juaj. Komenti është i qartë. Ku do të ndodhë dhe kur do të ndodhë, dy pyetjet më të mëdha. Komenti i parë është në Levant, në Sham, në Siri. Dhe kur, sigurisht, pasi të përfundojnë llogaritë në Teheran. Vakumi i sigurisë që është krijuar me rrëzimin e qeverive në rajonin e lindjes mesme nuk ishte rastësi. Rrëzimi i Bashar al-Assadit nga Damasku nuk ishte rastësi. Ishte gjithçka e menduar me kujdes, me perfeksionizëm të lartë. Ishte ndërtimi i një arene, i një skene të re për plasje të përgjakshme gladiatorësh. Një leadership i ri, i cili në shumë qarqe të perëndimit u konsiderua si leadership i cili erdhi nga lëvizjet ekstremiste apo terroriste. Një leadership i ri që erdhi në krye të Sirisë. Turqia e mbështet këtë sistem, Izraeli ndjehet i kërcënuar, edhe pse në fillim e kishte dhënë lejen që të vinë në Damask, në vend të Asadit, njerëzit që kishin qenë më parë me Al-Qaedën, sipas perëndimit, quhen ekstremist, kanë qenë terrorist. Izraeli thot jam i kërcënuar. 2 ushtri gjigande tashmë në kufi të Izraelit, të frymzuarit nga Al-Nosra, ISIS dhe Al-Qaeda, dhe të armëtosura gjerë në dhëmë, bashkë me ushtrit e tjera rajonale, bashkë me ushtrin turke, të armatosura gjerë më dhëmë, duke marshuar drejt teritorit sirian për të rrethuar Izraelin. Kështu është pretendimi i Izraelit dhe Amerika nuk do të jetë aty për të pajtuar, sigurisht. Amerika po largohet nga NATO që të ketë duart e lira për të goditur. E thonë ata, e them unë, pasi të kuptoj mirë se çfarë po thonë ata. Politika amerikane ka një rregull të pashkruar, miq, rregull të cilin ata u këshillojnë, amerikanët u këshillojnë
miqve të tyre besnik të cilët nuk i kanë tradhtuar asnjëherë. Çfarë këshillojnë amerikanët? Fillimisht thot ndize zjarrin, pastaj shitu si kur i e zjarr fiksi. Pyetja nuk është më nëse Trump do të largohet nga NATO-ja, pyetja është, a jemi gati për atë që po vjen pas? Sepse kur akulli i Groenlandës të shkrijë në ekranet tuaja, do të thotë se zjarri në lindjen e mesme sapo është ndezur. Maskat kanë rënë, lufta e madhe rajonale sapo mori datën e parë të takimit. Dhe ne do të përpiqemi të shohim ngjarjet minutë pas minute, hap pas hapi. Atje në zemër të territorit ku ndodhin ngjarjet. Atje në Amerikë ku ndodh përzierja e madhe e ideve dhe strategjive, dhe në lindjen e mesme ku strategjitë përfshihen dhe përzihen me gjakun dhe prodhojnë botën e re e cila e ka shumë të vështirë të lindë. Ndërkohë një përplasje e madhe ka ardhur në Washington ndërmjet Donald Trumpit dhe Tucker Carlsonit dhe shumë prej ish antarëve të magës, të cilët duket qartë që kanë hyrë në një përplasje strategjike me Donald Trumpin dhe pas një diskutim, kjo do të prodhojë një Amerikë tjetër, qoftë brenda ekuilibrave të Make America Great Again, qoftë brenda ekuilibrave të rrymës America First, njerëz të cilët kanë dalë, janë duke u shkëputur nga linja e Trumpit dhe po bëjnë gati atë rebelimin e madh, duke i thënë Donald Trumpit që shikose, zoti president, ne u bashkuam me ty për tjetër çështje dhe ti po na çon në një kurs tjetër. Tucker Carlson, Megyn Kelly, Alex Jones, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, të gjithë janë në përplasje. Gjithë këta kokat e America First janë në përplasje të madhe me Donald Trumpin. Ka dalë Donald Trump dhe i ka thënë, shiko, këta janë njerëz me IQ të ulët, ishin të njëjtët njerëz për të cilët Trump para disa kohësh thurtej lavdet më të mëdha. Njerëzit të cilët ndërtuan, formuan, krijuan fitoren dhe investuan fitoren e Donald Trumpit. 5 njerëz të cilët të gjithë bashk, me gjithë shikuesit e përbashkët, kanë një 70 milion ndjekës në rrjetet sociale. Sot Trump është një presion të madh. Ku do të shkojë, në cilën linjë? Njerëzit nga barka e tij po zbresin çdo ditë, kushdo që zbret ai i akuzon si tradhtar, si njerëz idiot, si njerëz të shitur, si njerëz pa IQ, pa nivel, pa fuqi mentale, pa intelekt, pa duke tentuar që t'i poshtrojë. Dhe ndërkohë që ndodhin të gjitha këto, në Amerikë kanë filluar ta ekzekutojnë Trumpin edhe përkrahasit e tij në rrjetet sociale, duke i thënë që shiko, nuk është e pranueshme që ti të shkatërosh këdo që është kundër me ty, çdo kush që mendon ndryshe nga ty. Megjithatë, orët e fundit na kanë sjellë një tentativë të Londrës për t'u riafruar me Trumpin. Kryeministri britanik Keir Starmer ka patur një telefonat të ngrohtë me Trumpin, çka tregon se Londra dhe Washingtoni do të bëhen gati për të koordinuar lojën e ardhshme dhe strategjinë e ardhshme. E gjithë bota në këtë fundjavë i ka syt në Islamabad, i ka syt në Pakistan, atje ku e gjithë pesha amerikane do të përfaqësohet nga zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili do të shkojë tek ndërmjetësi i Pakistanit për të parë se çfarë do të bëhet me armë pushimin, i cili e mban ende ngushticën e Hormuzit të mbyllur, çka shkakton një krizë të madhe energjetike për botën. Çdo minutë, çdo zhvillim që do të vijë dhe do të jetë i madh në orët të vijim, do të jem aty për ta dekoduar bashkë me ju. Deri në një takim të radhës, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve këto informacione, këto video, mos harroni të bëni like, share, subscribe që ta mbështesni kanalin. Ju që jeni jashtë, mos harroni të bëni join ta mbështesni kanalin dhe bashkarisht të krijojmë frymën dhe klimën që na duhet në shqiptarëve për të kuptuar këto realitete madhore në botën e madhe përpara se të na mashtrojnë lojtarët e vegjël të Tiranës, të cilët nuk janë gjë tjetër
përveç se bishta dhe konjunktura të zyrave të huaja të cilat lëvizin nëpërmjet lojtarëve të Tiranës, strategjitë e tyre madhore këtu në gjeopolitikën tonë të vogël të Ballkanit. Deri në mbrëmje kur të ritakohemi sërish, ju uroj ditë të mbarë dhe të qetë dhe fundjavë të këndshme.